Çmimi I naftës ka shënuar një rritje të ndjeshme duke prekur drejt për drejt edhe sektorin e peshkimit, nga një kosto prej 70 deri në 80 lekë për litër përpara shpërthimit të konfliktit në lindjen e mesme. Sot peshkatarët detyrohen ta blejnë naftën me rreth 140 lekë për litër. Përfshirë të vëshën sipas çmimit në bursën ditore. Kjo situatë ka vënë në vështirësi të mëdha ekonomike flotën e peshkimit, duke çuar atë drejt falimentimit. Kështu shprehet kapiteni Aqif Hasanaj në një intervistë të dhënë për televizionin 6+1 Vlora gjatë kësaj të diele, ku ai thekson se peshkatarët nuk përfitojnë asnjë formë kompensimi nga shteti. Sipas tij, ndryshe nga sektorët e tjerë, ata detyrohen të përballojnë vetë rritjen e çmimeve, duke marrë naftën sipas tregut të lirë dhe duke paguar edhe taksat përkatëse. Hasanaj nënvizon se kjo rritje drastike e kostove operative po e bën të pamundur vijimi normal të aktivitetit për shumë anije peshkimi. Po me këtë që thot ai zoti kryeminist vej 2200 lekë nafta pasaj na ashtu, ne marrim me bursë ditore plus 20% të VSH. Qose këtë nafta do vej me 2200, unë s'kam interes të punoj me 1400 lekë, e me 1600. Se djeg 35 litra në orë, me motor 660 kuj fuqi. E kupton? 660 kuj për 175 gram për kar fuqi, be llogarit orën ndezje si e bëjon edhe kur vi. E kupton? Kjo është e gjitha problemi jonë, po perdia vendor tek ata që e bën këtë punë. 1200 plus të VSH 1400. Që do thotë sa ishte më përpara? Me bursë ditore gjithmonë me 800, me 700. Është rritur ndjesh. Shumë. Ja, ne pyesim mbetën tani do dalë shikoj prodhimin, ose s'kam prodhim me mbylla. Shemi të falimentuar. Pse? Na ka mbyllur rrugët që mos e marrim në Greqi më naftin ne, që merrim në kohën e Fatos Nano, Saliber Ishës, Ilmet e këtyre, e ka mbyllur rrugën e Greqisë dhe Italisë, dhe marrë atë dhe ku thos kytë. Kjo s'është e drejtë. Jemi treg I lirë, do ta marr ku kam interes unë. Jo imponuar, se ti me që se ke bërë monopol, ti ke ndorë, ti më blokon, e kupton, se unë s'lëviz do të po shpundeti. Ju kompenson shteti për naftën? Asnjë gjë nuk na kompenson shteti ne. Vetëm na jep me këtë. Ky është varianti aty që na jep me bursë ditore. Plus të VSH 20%. Që na japi. Edhe pa punë, po ngele pa bukë, ai zot di për sy. As për ty as për mua. Pasojat e kësaj krize nuk kufizohen vetëm te peshkatarët. Rritja e çmimit të naftës po reflektohet edhe në tregun e produkteve detare. Çmimi I peshkut ka nisur të rritet ndjeshëm, duke ndikuar drejt për drejt e konsumatorët. Sipas peshkatarëve, kjo është një situatë e pashmangshme, pasi kostot e rritura duhet të reflektohen në çmimin final të produktit. Nuk mendoj që populli të hajë atë, ngritjen e çmimit peshkut. Unë se ka ngritur edhe time, ai që verifikohet tek posaçores. Të tjerë kanë ngritur. Ata që kanë marrë për magazina, se unë kam prodhimin tim. Ka që janë ngritur. Po, kanë ngritur të tjerët. Unë se ka ngritur se unë do të ndjera një punë. Të fitoj që pak andaj pak të ushqemi, e kupton? Po tjera se kanë rritur? Po e kanë rritur të ndjeshëm, me nuk si ka vajtur të 16-17.000 tani, gjitha parë, unë ka 18.000, 20.000. Unë njo njëherë në botë. Llogarit tani, savritit e kun është 2.000 lekë për fukaran. Në dyqanet e tjera, nda që në Tirana ne I kthej nga qojnë këtaj, ka vetë 4.000 e 6.000. Po të besoj, hajde me mua tani të shikosh e filmoj që është me 2.000 lekë. Se duhet të nëzirë këtë në punë, të ushqe nga kjo, të ushqe, të baroj me këtë, të ndërtoj këtë që kam. Se ndryshe kërkojmë, japim sosin pastaj. Nëse kjo situatë vijon pa ndërhyrje apo mbështetje konkrete, rrezikohet jo vetëm falimentimi I një pjesë të madhe të flotës së peshkimit, por edhe një rritje mëtejshme e çmimeve në treg, duke rënduar zinxhirin ekonomik nga prodhuesi tek konsumatori.